Banorët e rrjedhit të Velipojës kanë vendosur të zhvendosin protestën e tyre para SPAG, duke shprehur besimin se vetëm ky institucion mund t'i japë zgjidhje çështjes së pronësisë së tokave në zonën bregdetare. Ata kanë deklaruar se kallëzimi i tyre i mëparshëm ju kalua prokurisë së Shkodrës, por mos kompetencë, ku sipas tyre ky institucion ka ndërmarrë asnjë veprim konkret deri më tani. Sot banorët depozituan një kallëzim shtesë, duke kërkuar që SPAG të marrë çështjen në dorë dhe të kryejë hetime të thedhuara. Ata akuzojnë një person me emrin Fatmir Shpellzaj, i cili sipas pretendimeve të tyre ka falsifikuar dokumentet për të grabitur pronat e tyre dhe më pas i ka shitur këto toka tek biznesmeni Ulaj, i cili planifikon ndërtimin e një resorti me 5 yje. Banorët kërkojnë ekspertim të dokumenteve dhe veprime në kadastër, pasi pretendojnë se të dyja palët kanë certifikata pronësie. Kam pru letra që të vërtetoj pronësinë dhe t'i them gjyshit, o jam kanar me ty, ose ta mallkoj aty në varr që më kanë lënë këto letra. Më ka lënë letrën që në 35-ën dhe kam këto. Dhe gjyqtari i cili mori dënimin e merituar atje, më tha mu që letrat tuaja janë falso, jo falso. Por nuk ta jap pronën se nuk gjej kufitarin lindor. Kurse zotria pa kufitar fare, pa letra fare, i mori 1500 ulëm tokë. I shiti, për një vit i shiti, për një vit banin gjyqin, për një vit mori paret, për një vit filloj me ndërtimin, gjitha i bani këta. Kush është ky? Qa janë këta? Protestuesit bëjnë thirrje për drejtësi dhe paralajmërojnë se nuk do të ndalen derisa çështja të marrë trajtimin e dur, duke theksuar shqetësimin e tyre për humbjen e pronave dhe ndikimin që resorti të ketë mbi zonat bregdetare dhe jetesën e komunitetit lokal.